Nga e hëna 13 tetor, ndalohet përdorimi i monopatinave elektrike në rrugët e vendit, ndonse bllokimi është i përkohshëm. Shqipëria i bashkohet kështu nismës së disa vendeve të tjera europiane, si Franca, Italia, Gjermania dhe në rajon edhe Maqedonia e Veriut. Ndalimi u njoftua nga Ministria e Brendshme Albana Koçiu për shkak se ishin shndruar në burim aksidentesh. Kam kërkuar policisë së shtetit që përkohësisht të mos lejojnë qarkullimin e monopatinave elektrike në rrugë. Gjithashtu dua të informoj të gjithë ata që e shohin monopatinën elektrike si një mënyrë biznesi për dhënien me qira ditore, duhet ta kenë të qartë që të mos investojnë në këtë aktivitet. Lejimi gjithmonë pas përfundimit të këtij procesi do të jetë i vlefshëm vetëm për përdorim vetjak të këtyre mjeteve. Vendimi ka fuqi derisa të hartohen rregullat dhe sinjalistika e duhur për të gjithë përdoruesit. Ne do të hartojmë rregullat të qarta dhe të zbatueshme nga të gjithë. Do të qartësojmë një herë për gjithmonë se cilat janë korsit, rrugët apo hapësirat ku monopatinat elektrike mund të përdoren dhe ku jo. Si dhe kritere për moshën e përdorimit, masat mbrojtëse si kaska, ndriçimi apo shpejtësia e lejuar. Kreu i policisë së shtetit tregoi pikërisht se sa e madhe ishte kostoja e lejimit të tyre. Vetëm gjatë vitit 2024 janë 991 raste të raportuara nga urgjencat për aksidentet me këto mjete. Midis këtyre rasteve ka pasur edhe fatalitete si dhe dëmtime shumë të rënda. Apeli për ndalimin e monopatinave ka qenë i vazhdueshëm. Kjo për shkak se përdoruesit e tyre nuk i bindeshin një sinjalistike të caktuar të qarkullimit rrugor, duke u bërë shkak për shumë probleme në rrugët e vendit, sidomos në kryeqytet, ku automjetet zë numrin më të madh, sikundër edhe risku i përplasjes me to.